Mësojni para se të jetë vonë. Ja gabimi që bëni me shampon kundër zbokthit. Më shumë se gjysma e popullsisë të vuajnë nga problemet me zbokthin të paktën një herë në jetë, thonë studimet. Dhe pavarësisht se është një çështje e zakonshme, zbokthi vijon të krijojë shumë parahati tek njerëzit që e kanë atë. Një dermatologe amerikane nga New Yorku shpjegon gabimin që bëjnë shumë prej njerëzve, të cilët duan që të luftojnë me zbokthin nëpërmjet shampove specifike. Nëse përdorni një shampo kundër zbokthit, nuk mund të vazhdoni të përdorni balsamin e zakonshëm. Mund të mendoni se po ndihmoni flokët tuaj që të duken më të shëndetshëm, por në momentin që shampo po bën punën e saj, përdorimi i balsamit është i gabuar. Studimet thonë se njerëzit që përdorin shampo kundër zbokthit dhe specifikisht ato me përmbajtje ziku dhe më pas përdorin balsam, rrisin me 50% mundësinë për të shkatëruar efektin e shampos kundër zbokthit.